Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21. Ky është edicioni qendror i lajmeve. Për të 6-ën herë me radhë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare, Albulena Haxhiu, nuk mori votat e mjaftueshme. Seanca do të vazhdojë sërish të dielën në orën 10. Edhe sot në sallën plenare të Kuvendit u përsërit skenari i njëjtë sikurse 2 ditë më parë. Seanca konstituive, e cila po vazhdon që nga 15 prilli, zgjati vetëm 5 minuta. Në fillim të seancës, kryesuesi i saj, Avni Dehari, bëri thirrje për zhbllokim të ngërçit të krijuar. Mua nuk më takon ta imponoj votimin, por do t'ishte mirë të ketë mirë kuptim që ta zhbllokojmë këtë situatë, se vërtet qytetarët po presin që të krijohen institucionet e Kosovës, Republikës Kosovës. Por pavarësisht të dështimeve të njëpasnjëshme për zgjedhjen e Albulena Haxhiut, kryetare të Kuvendit, lëvizja vetëvendosje as sot nuk u zmbraps nga emri i saj. Ne sërish e bëjmë propozimin e njëjtë, pra emri ynë i vetëm është Albulena Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju kërkoj mirëkuptimin e juaj që t'i kontribuoni zhbllokimit të kësaj situate në cilën kemi mbetur, ashtu që të mund të kalojmë në faza tjera edhe të zgjedhjes së nënkretarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Me gjithë thirrjen e konjufsës, partitë e tjera politike nuk ndryshuan qëndrim. Kundër votuan PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja, nisma socialdemokrate abstenoi, derisa lista serbe nuk mori pjesë në votim. Nuk votoi fare as deputetja bosnjake Duda Balje, për të cilën u raportua se VV-ja gjatë takimeve konsultative ja kishte ofruar një ministri. Sërish kemi rezultatin për 57 vota, 47 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, kandidatja nuk votohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Gjatë seancës së sotme u pan edhe momente të tilla. Deputeti i vetëvendosjes Akim Batiri i adhuroi një biberon deputetit të ri të LDK-s, Paris Guri. Kjo është hera 4 që emri i Albulena Haxhiut dështoi të marrë votat e mjaftueshme për kryetaret të Kuvendit. Në 2 përpjekjet e 19 prillit për votimin e saj, si dhe në atë të 23 prillit, ajo kishte marrë vetëm 57 vota. Derisa në seancën e 21 prillit, kandidatura e saj nuk ishte hedhur fare në votim. Edhe dështimi i sotëm i konstituimit të Kuvendit u përcoll me akuzat të ndërsjella mes partive politike. Lëvizja vetëvendosje shprehu gatishmëri për zgjedhje të reja nëse partitë e tjera vazhdojnë të refuzojnë konstituimin. E gatshme për zgjedhje u shpreh edhe PDK-ja, e cila akuzon lëvizjen vetëvendosje për bllokim të qëllimshëm. Pas dështimit të 4 për të zgjedhur kryetare e Kuvendit, kandidatja e lëvizjes vetëvendosje, Albulena Haxhiu, tha se nëse partitë e deritashme opozitare refuzojnë konstituimin e Kuvendit, atëherë vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Sipas saj, propozimi për të parin e Kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje. Duke që ka mungesë të vullnetit që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, por ne jemi shumë të gatshëm që t'i presim partitë politike që të flasim me to për datën e zgjedhjeve. Në qoftë se ata refuzojnë që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës, atëherë është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Lloja Kushtetuta e Republikës së Kosovës parashet që duhet të jenë 61 vota për kryetarin e Kuvendit, por njësoj vlen edhe për nënkryetaret e Kuvendit. Sipas kësaj logjike i bie që në qoftë se ata refuzojnë që të votojnë propozimin e lëvizjes vetëvendosje, atëherë ku do t'i marrin ata 61 vota për ta votuar në kryetarin? Zgjedhjet i përmendi edhe kryetari i PDK-s Memli Krasniqi, duke thënë se LVV-ja qëllimshëm po e bllokon formimin e institucioneve të reja. Sipas tij, ajo duhet të propozojë një kandidat tjetër për kryeparlamentar, teksa përmendi në mënyrë ironike disa prej tyre. Sigur të kishte vërtet qëllim me u zhblloku situata, me kriju institucionet, Albin Kurti
e kishte te kalu këtë problem, po dënë qëllim shumë e mojtë blokadët. Ose duhet me konstruu kuvendin, ose duhet me shku drejt një marrëveshje politike me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk ka mundësi tjetër. Që s'kalon Albini, e kanë dytin Glaukun, duket është i dyti më i votumi, tani shkojmë me radhë. Me nxjerr si propozim Hekuronin, nuk po paragjykoj se është e blenë në njëjtë asgjë më për Glaukun edhe për tjerë, se manena bumakim me thonë po ja hupi shancat, veç pse kom thonë po nisa në shtyqort, Albina Haxhiu nuk ka lënë. Akuzave për blokim të konstituimit të kuvendit ju përgjigj kryetarja e Alternativës Mimoza Kusari, duke hedhur fajin tek partitë që votuan kundër. Sipas saj, bllokimi i kuvendit nuk mund të shkojë në pafundësi dhe se zgjedhjet janë opsioni i fundit. Vota për nuk është vot bllokuese. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces, ose abstenimi ose mosmarrja pjesë në fare në procesin e votimit, siç po e shohim këtu në kuvend. Është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e parapar që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund të jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Nën kryetarja e LDK-s, deputetja Doar Sakica ndërkashtas se nuk po sheh gatishmërinë nga vetëvendosje për konsensus dhe zgjidhje të situatës, duke potencuar se LDK-ja nuk mund të bëjë kompromis për një figurë e cila është e papranueshme për të. Nuk kam pa ndonjë parafrem apo gatishmëri nga partia fituese që të bisedojmë me ato parti politike të cilat janë të gatshme për një konsensus. Nuk mund të bëjmë kompromise për një figurë që për ne është e papranueshme. Ndërsa përfaqësues të AAK-s thanë se aktualisht mungon një strategji për zgjidhjen e ngërçit të krijuar. Tash po shihet që veç po dojnë me lanë kështu, kjo pesha e fajit më e madhe të këtyre që i kanë 42 vota, plus me ata alat të vetë. Për besë, unë jam të qyrë edhe fitore pasion dhe në kësha votu. Edhe kësha votu edhe në një tjetër. I ka pas do probleme me toka që aty me megja. Përpjekjet për konstituim të kuvendit ka nisur që nga 15 prilli. Deri më tani kanë kaluar vetëm 2 pika që çojnë drejt konstituimit të plot, votimi i raportit për verifikim të mandateve, si dhe betimi i deputetëve. Betohem. Instituti Demokratik i Kosovës ka reaguar ndaj situatës së krijuar në kuvend duke quajtur procesin aktual parlamentar cikël absurd seancash pa reflektim politik dhe pa asnjë rezultat konkret. Në këtë drejtim, KDI-ja i ka bërë thirrje presidentës Vjosa Osmani që të marrë rol më aktiv duke thirrur takim me liderët e partive parlamentare me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për dalje nga situata. Kushtetuta i njeh presidentës mandatin për të garantuar funksionimin kushtetues të institucioneve. Në një situatë kur kuvendi, institucioni më i lartë përfaqësues, është i bllokuar, angazhimi i saj politik dhe institucional nuk është vetëm i justifikuar, por i domosdoshëm, thuhet në deklaratën e KDI-s. Në anën tjetër, Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentës Vjosa Osmani, ka thënë se deri tani partitë politike nuk kanë shprehur interesim për konsulta me presidentën. Presidentja Osmani u ka ofruar partive mundësinë për takime duke shprehur gatishmërinë e plotë që kurdo që ata e shohin të nevojshme, ajo mund t'i presë për konsultime. Deri tani asnjë nga partitë nuk ka kërkuar involvimin e presidentës, ka thënë Kupina. Policia e Kosovës sërish ka zhvilluar aksion në Kaçanik me qrast ka shoqëruar për në stacionin policor 4 persona në ndyshimin për përfshirje në vrasjen e rreshterit Muhamet Lika. Të arrestuarit më pas janë liruar. Ministri në detyri punëve të brendshme, Xhelal Sfeqla, u zotua për luftimin e pa kompromis të çdo lloj ekstremizmi apo dhune. Për të dytën herë brenda kësaj jave, policia e Kosovës në koordinim me prokurorinë speciale ja mësyn Kaçanikut në një operacion të gjerë hetimor për vrasjen e rreshterit Muhamet Lika.
Në këtë aksion, policia arrestoi disa të dyshuar të cilët më pas janë liruar. Policia e Kosovës konfirmoi aksionin, mirë po nuk dha detaje të tjera. Sot në orët e hershme të mëngjesit, policia e Kosovës me njësitet e saj relevante ka filluar një operacion policor, i cili po realizohet në komunën e Kaçanikut. Edhe në këtë rast, pas përfundimit të operacionit policor, i cili po realizohet në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë, do të bëhen publike informacionet shtesë. Të arrestuarit dyshohet se ishin pjesë një grupi që bënte thirrje me motive fetare e njohur si Rinia Islame në Kaçanik. Pas këtij aksioni të policisë së Kosovës, ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Sfeshla u zotua për luftimin e çdo lloji ekstremizmi apo dhune. Gjitha institucionet ligjbashuse janë vendosura që të luftohet çfarëdo lloj ekstremizmi apo dhune e cila dëmton institucionet dhe pjesëtarët e saj, por po ashtu edhe vetë popullin tonë. Gjatë ditës së sotme, me rekomandim të kryetarit të Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiut Naim Tërnava, një pjesë e hutbes së xhumas ju kushtua vrasjes së rështerit Lika. Tërnava tha se ajo çfarë bën edhe më të rrezikshëm këtë krim është përpjekja për ta justifikuar atë përmes narracionit fetar, metodë kjo e njohur dhe e përdorur në mënyrë të përsëritur nga grupe të ndryshme kriminale. Krimi nuk një ideal, ai nuk ka fe, kam dhe as parim. Njerëz të tillë kriminal përdorin maska të shumta, andaj është detyrë gjithë neve, në radhë të parë e institucioneve, shoqërisë civile dhe gjithë qytetarëve, që t'i demaskojmë këta njerëz dhe të mos lejojmë që plagët e shoqërisë tonë të shfrytëzohen nga ata që synojnë destabilizimin dhe dëmtimin tonë dhe të vendit tonë. Sipas njësit të sigurisë Bedri Elezit, drejtimi i armës ka uniforma e shtetit nga një grup radikal fetar, nënkupton se kemi aktivitete të këtyre grupeve ekstremiste. Kjo vepër duhet të trajtohet nga Prokuria Speciale e Kosovës, nga se kemi pas deklarata zyrtare nga vetë Prokuria Themelore në Ferizaj, ku kanë thënë se vrasja kryen nga një grup ekstremist dhe të rrezikshëm. Dhe fakti që gjithashtu kanë cituar se vrasja e rështetit Muhamet Lika lidhet me punën e tij, atëherë kujtoj që në këtë rast kemi absolut mjaftueshëm dyshime për të konstatuar se kjo çështje mund të lidhet me motive fetare dhe se njëjta duhet trajtohet nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës. Gjykata themelore e Ferizajt të martën e aprovoi kërkesën e prokurorisë për të caktuar një muaj paraburgim për 7 të dyshuarit e arrestuar më 21 prill në lidhje me vrasjen e rështerit të policisë së Kosovës Muhamet Lika. Hashim Thaçi dorëzoi deklarimin me shkrim të pafajësisë në lidhje me të gjitha akuzat në akt akuzën e konfirmuar të ndryshuar, ku përfshihet forma shtese nxitjes në pikat 1 dhe 3, njoftoi gjykata speciale të premten. Thaçi e ka dorëzuar deklaratën e tij me shkrim përmes mbrojtjes më 24 prill. Specialja e akuzon Thaçin bashkë me Bashkim Smakajn, Fadil Fazliu, Nisni Kilajn dhe Hajredin Kuqin. Thaçi po akuzohet për herë të dytë nga prokuroria e specializuar në Hagë, e cila ngarkon atë me vepra që lidhen me ndikimin në dëshmitar, derisa ai ndodhet në një proces të tezgjatur gjyqësor për krime të pretenduara të luftës. Kthehemi në studio me materiale të tjera. Paralajmërimi për mbylljen e programit amerikan të sfidave të mijëvjeçarit ka ngjallur reagime të shumta. Ish-drejtori ekzekutiv i MCC-s Petrit Selimi tha se këto paralajmërime janë vazhdimsi e lajmeve negative për Kosovën, duke theksuar se vendi rrezikon të mbes pa asnjë investim amerikan në fushën e energjisë. Njohës të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se në këtë situatë shqetësuese është heshtja e institucioneve. Qeveria amerikane do të mbyll programin e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, e cila qëllim kryesor kishte uljen e varfërisë dhe promovimin e rritjes ekonomike për shtetet e huaja. Mbyllja e MCC-s vjen pas deklaratave të vazhdueshme të zyrtarëve amerikan se taksat e qytetarëve amerikan janë shpenzuar gabimisht. Lajmin e bëri të ditur një zyrtare e lartë e korporatës së sfidave të mijëvjeçarit. Në mesin e shteteve përfituese nga MCC-ja ishte edhe Kosova.
Qeveria Kurti, pas refuzimit të marrëveshjes për gazin amerikan, në vitin 2022, kishte arritur sërish marrëveshje me MCC-n për sjelljen e baterive për ruajtjen e energjisë elektrike në vlerë mbi $200 milion. Vonesat në implementimin e këtij projekti rrezikojnë ta lënë Kosovën pa asnjë investim amerikan në fushën e energjisë, thot ish-drejtori ekzekutiv i MCC-s në Kosovë, Petrit Selimi. Më 2019, Agjencia Federale Amerikane MCC ka aprovuar programin mbi $200 milion për gaz përques dhe termocentral me gaz. MCC ka shpenzuar mbi $5 milion për projektin, por fatkeqësisht ky projekt u anulua nga qeveria Kurti më 2021, e cila më vonë kërkoi projekte për bateri për të njëjtën vlerë. Fatkeqësisht edhe këtu pat vonesa në implementim dhe tash më 2025 erdhi lajmi fatkeq për mbylljen e fondeve të MCC-s. Kosova mbeti pa gaz përques, pa bateri dhe pa $1 miliard granta amerikane. Është lajm tejet i keq për Kosovën dhe e lën Kosovën në zorrçore të rrjedhëzimit dhe pavarësimit energjetik. Pasojat do të paguajnë qytetarët me mungesë të rrymës dhe fatura të larta. Kosova aktualisht ndodhet para një krize energjetike, vlerësojnë njohës të fushës. Drejtori i dhomës së tregtisë, Kushtrim Ahmeti, thotë se është shqetësuese mos reagimi i institucioneve të Kosovës. Sikur të mos ishin ata njerëz duke jetuar fare në Kosovë, sikur s'po ndodh asgjë, në fakt po ndodhen gjëra të kësia. Sigurisht, çdo investim që ka të bëjë me sidomos me diversifikimin e energjisë, duke ditur që në mungesë të energjisë themi po rritet çmimi i saj, edhe tashmë mor vendimi që shkon në 16.1% dhe rreziqet janë gjithmonë të mëdha që derisa ne nuk kemi më shumë investime në energji, do të kemi gjithmonë të rrezikohemi çdo vit që të na rritet fatura. Në muajin shkurt, administrata Trump dha urdhër të pezullohen fondet e USAID-it, program tjetër humanitar për shtetet e huaja, i cili kishte një rol shumë të madh në shtetësinë e Kosovës. Në këtë kuptim, kryetari i Aleancës së Bizneseve, Agim Shahini, thotë se kur Kosovës i shtohen edhe masa ndëshkuese të Bashkimit Evropian, ekonomia e vendit sa vjen e ngulfatet. Prandaj qeveria e re do duhet që ta ketë prioritet riprogramimin dhe rifillimin e negocimit me gjithë faktorët dhe miqët ndërkombëtar për të dalur nga sanksionet, për të fituar nga fondet dhe shtetet e ndryshme që kanë fondet e lira për investime të ndryshme në Kosovë, dhe qeveria e re do duhet të jetë në frymën evropiane, në frymën e demokracisë amerikane, në mënyrë që ne të dalim nga izolimi. USAID ishte agjencia kryesore e ndihmave nga SBA-t, e cila administronte rreth $40 miliard ndihma në vit. Kosova vlerësohet se nga USAID ka përfituar mbi $1 miliard. Malezia ka hequr vizat për shtetasit e Kosovës për udhëtime të shkurtra, njoftoi presidentja Vjosa Osmani. Qytetarët e Kosovës mund të udhtojnë në Malezi pa viza për qëndrime jo më të gjata se 30 ditë, theksoi Osmani, duke njoftuar gjithashtu se do ta vizitoj vendin e Azisë Juglindore javën e ardhshme. Ajo e cilësoi këtë si hap të rëndësishëm dhe njoftoi se Kosova do të hap ambasadën e saj në Kuala Lumpur gjatë vizitës së saj. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti priti në takim drejtues dhe përfaqësues të Odës Ekonomike të Bosnjë e Hercegovinës. Sipas komunikatës së qeverisë, kryeministri theksoi se takimi i sotëm simbolizon angazhimin për të rritur bashkëpunimin dhe për të nxitur prosperitetin e ndërsjellë. Kurti vlerësoi rolin që mund të luajnë komunitetet e biznesit të dyja vendeve, të cilat kanë potencial për të rritur shkëmbime tregtare dhe për të krijuar partneritet për investime. Ai tha se vendimi për të lejuar qytetarët e Bosnjës e Hercegovinës të hyjnë në Kosovë vetëm me letër njoftim shërben si shtysë në lëvizjen e lirë dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Për informacionet më të fundit, klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirëmbëngjes.